Ju thoni se e njihini Allahun, por nuk i zbatoni urdhëresat e tij. Ju thoni që e njihni Allahun, por nuk i zbatoni urdhëresat e tij. Dhe në fakt, po të shikosh, në përgjithësi njerëzit musliman besojnë Allahun, patjetër, por si janë urdhëresat e Zotit xhaleshanu? Sa korrekt janë me gjërat bazë elementare, 5 vakte. Sepse gjëja më thelbësore që kërkohet nga Islami është namazi. Dhe ju pretendoni që njihni Allahun, por nuk i zbatoni urdhëresat e tij. Tani, sa njerëz edhe mund të falen 5 vakte, por s'kan heq dorë nga shumë harame në jetën e tyre. Në tregtinë e tyre kultivojnë gjëra që janë haram, fitojnë haram, mashtrojnë, gënjejnë. Ama besojmë Allahun, ama falemi. Jo, ti pretendon që beson Allahun, se po da besoshe hak të vërtet të sinqert, ti do ta sillshe edhe urdhëresën e tij në zbatim.